Komuna që ndërmbledh më shumë para nga tatimi në pronë në vend, 2.3 milion euro mesatërisht në periudhën nga 2017 deri në vitin 2019. Komuna Raçinës nga ana tjetër ka 0 të hyra mbi këtë bazë. Од општината официјално ни известија дека воопшто не издаваат решенија за наплата на данокот на имот, со образложение дека немаат база на податоци на даночни обврзници, ниту пак имаат во општината формирано даночно оделение. Të mëdhaja ndallimet në suksesin e mbledhjes së kësaj pagese publike në rajone të ndryshme. Кога станува збор за успешност во наплатата, со високи проценти е Вардарскиот регион, исто така Источниот регион има 96 и 93%, додека најмалку успешни, да кажам, во прибирањето на данокот на имот се Полошкиот регион со 57 и Скопскиот регион со 74%. Në çka bazohen dallimet dhe çka ndërmarrin komunat, veçanërisht ato me pagesë më të ulët që ta përmirësojnë gjendjen. Hulumtimi i Qendrës për Komunikime Civile tregoi se komunat në rajonin e Pollogut kanë deri tani përqindjen më të ulët të mbledhjes së tatimit në pronë. Ai pothuajse është 2 herë më i ulët se përqindja e mbledhjes së kësaj takse në rajonin e Vardarit. Në vitin 2017, 2018 dhe 2019, komuna e Gostivaret, i cila ka parafërsisht 82.000 banor sipas regjistrimit të fundit, mesatërisht mezi mblodhi 40% të tatimit në pronë. Kryetari i komunës arsyeton përqindjen e ulët të mbledhjes me mungesën e një fushate për të informuar qytetarët. Arsyeja e dytë kryesore është shumë njerëz që kanë pronë në komunën e Gostivarit, e cila oficialisht ka 82.000 banor, por këtu fatkeqësisht nuk jetojnë mund se 40 deri 50.000 banor. Më thënë, pjesa e madhe e qytetarëve janë jashtë shtetit dhe ardhja e tyre është në shtet 1 herë në vit ose 2 herë në vit për shkurt kohë, dhe fatkeqësisht përveç gjërave të cilat i kanë patjetër t'i paguajnë, sikur që është rryma apo telefonit të cilat i ndalin kompanitë private, pagesat që duhet t'i bëjnë në dhënien e ujit, pastrimin e plehrave, në pagesën në tatim, fatkeqësisht e anashkalojnë. Dhe ne planifikojmë spaku të kalojë pandemia dhe dal nga dal të nisim me një fushat sensibilizimi dhe motivimi të tyre që ta bëjnë këtë pagesë. Nëse Gostivari krahasohet me komunën e Sarajit, mund të shihet se Saraji është më efikas në mbledhjen e tatimit në pronë, me çka diferencë më e madhe është vërejtur në vitin 2019. Sipas Xhevit Demirit, shefit të departamentit për taksa dhe tarifa në komunën e Sarajit, kjo është rezultati i vetëdijsimit të qytetarëve, por edhe i faktit se vitet e fundit janë hapur më shumë biznese të reja në këtë komunë. Faktorët kryesorë të cilët kanë ndiku në këtë rritje, që është bukur mirë dhe na gëzon ky fakt, është vetëdijsimi i qytetarëve, me thonë se çdo qytetar ka obligim me ligj të paguajë tatim të pronës, dhe shkaku i asaj se në rast se nuk krijen ato pagesa, nuk krijet ai obligim ndaj institucioneve, konkretisht ndaj nesh si komunë, në këtë rast për tatimin e pronës, normal janë të vetëdijshëm se do të ndeshen edhe me përmbaruese, me kamata dhe kështu me radhë. Gjithashtu faktor me rëndësi është edhe shtimi i numrit të bizneseve në komunën tonë, që janë një ndër kontribuesit më të mëdhej që është rrit viteve të fundit edhe pagesa e tatimeve. Bëm krahasimin edhe në 2 komuna tjera, njëra në rajonin e Pollogut dhe tjetra në atë të Shkupit. Diferenca midis këtyre 2 komunave në vitin 2017 dhe 2018 nuk është aq e madhe, por thellohet në vitin 2019, kur komuna e Çajirit mblodhi 91% të taksës së pronës, ndërsa komuna e Tetovës në të njëjtin vit ka një normë të mbledhjes prej vetëm 50%. 360 gradu përpoq të merrte një shpjegim nga komuna e Tetovës për arsyet e mbledhjes së vogël të kësaj takse, por deri në mbylljen e historisë nuk morëm një qëndrim. Në komunën e Çajirit janë të kënaqur nga rezultati, veçanërisht për vitin 2019.
Një faktor mjaft i rëndësishëm është edhe veçmë ndërgjegja e rritur e qytetarëve për kryerjen e obligimeve të tyre tatimore dhe vetë fakti se nga ky takim i paguar varen edhe investimet që do të realizohen në territorin e komunave. Këto janë arsyet kryesore. Domethënë, pse mendojmë se ka ardhur deri te ky nivel i rritjes përqindjes së pagesës së tatimit në pronë, dhe duhet thënë se administrata e qytetit të Shkupit dhe administrata e komunës së Çajirit në bashkëpunim me ta, një theks mjaft të veçantë i ka dhënë kësaj çështje dhe janë përmes aplikimit të gjitha masave të para, duke përfshirë, domethënë këtu edhe apelin e vazhdueshëm, kontaktin e vazhdueshëm me qytetarët, është arritur domethënë një përqindje e kënaqshme në raport me pagesën e tatimit në pronë. Shpresojmë që ky trend të vazhdojë kështu edhe gjatë vitit 2021. Dallimi midis Çajirit dhe Sarajit nga një anë dhe Tetovës dhe Gostivart nga ana tjetër është edhe në atë që sistemi dhe vendimet për tatimin në pronë udhëhiqet në nivel të qytetit të Shkupit, jo të administratës komunale. Пак велам дека е добра соработка помеѓу градот и општините и системот кој што го воспоставуваме заеднички, координирано, со цел да ја зголемиме приходната слапка на општините, меѓутоа и да се стекнеме и со реален впечаток какви недвижности се наоѓаат на територијата на градот, односно секоја општина поединечно. Sipas nenit 26 të ligjit për qytetin e Shkupit, 50% e vlerës akumuluar të mbledhjes së tatimit në pronë është për komunat dhe 50% për qytetin. Nga komuna e Çajirit dhe Sarajit besojnë se kjo përqindje është e ulët dhe kërkojnë një shkallë më të lartë, me shpjegimin se komunat duhet të jenë më të pavarura dhe më efikase në zbatimin e projekteve të planifikuara. Por ndryshe mendon kreu i qytetit të Shkupit Shilegov. Кога се материјалните средства во прашање, секогаш да речем постои различен интерес, меѓутоа мора да разбереме дека системот на град Скопје како институција, обврските кои што ги имаме, тука и комунална хигиена, да не ја забораваме, водовод е тука, целото е еден систем кој што е недозволиво да биде расцепкан и да го сведеме на општински ниво, затоа што е поскап, затоа што така нема да биде функционален, затоа што така нема да биде интегриран. Напротив, мислам дека процесите треба да одат токму во обратната насока, со цел да ги интегрираме што е можно повеќе институциите, нивните ингеренции и да можеме да креираме една заедничка градска политика. Nga qendra për komunikime civile, organizata që zhvilloi hulumtimin konsiderojnë se ka disa arsye për mbledhjen e ulët të tatimit në pronë. Por një nga ato kryesorët sipas tyre është transparenca e pamjaftueshme dhe llogaridhënia e disa komunave ndaj qytetarëve. Освен комуникација со граѓаните, зошто се плаќа овој данок и зошто е битен, сметам дека општините треба да ја подобрат комуникацијата со граѓаните за своето работење, како ги трошат своите пари, зошто ги трошат, за да ја зголемат довербата на граѓаните во општината, бидејќи ова е чисто локална давачка. Државата, како да кажам, централна власт нема со оваа давачка ништо. И тука станува збор за доверба во општината, и ако општината е отчетна, транспарентна, еве, ова собираме, вака ги трошиме, мислам дека граѓаните повеќе ќе плаќаат од овој данок. Përpos komunave nga rajoni i Pollogut që janë jo efikase në mbledhjen e tatimit në pronë, në 5 të fundit, përveç komunës Saraçinës, janë edhe Mavrova dhe Rostusha, Studeniçani, Dollneni dhe Qendër Zhupa.